Pra, thoni që është mirë të jemi deri në një pikë, po në rast se ka situata që dumi me u dorëzu në një farë forme para emocioneve, mos me nguru, mos me mbajt veten më shumë se sa çka mundet trupi jonë dhe truni jonë me përballu. Fiks. Parafrazove ti për mirë, pra na nuk mundi me thjesht me përballu, me i sforcu emocionet tona gjatë të kohës. Si jena robot, si jena AI, jena njerëz edhe rrjedhimisht ka situata në të cilën ti duhesh me ka një forcë emocionalisht, për shembull situatat vdekjes, por masi që të përfundon një procedurë të caktuar, është këtë në rregull që ti me uni dapt emocionalisht, se na jena njerëz, jena të krijuar që edhe me qenë të fort në situata të caktuar, po kudo që relaksohemi me një veten që nuk jena mjaftueshëm të fortë. Disa persona thonë që, ose të paktën fatkeqësisht unë bëj pjesë në grupin e këtyre personave që nështë në prezencë dikujt më vjen shumë i natë me kajt, edhe pse më të ndodh diçka shumë e keqe, edhe nështë edhe shumë e madhe, po veç prezencë dikujt nuk du me kajt. Po dukesh. E çka ndodh me mund që të rast, kur unë po e maj vetën që ka që ngusht, nëse shkojnë mbrëmje në shtëpi dhe filloj me çajt, a është shumë traumë e madhe për trunin tam, ose çka ndodh me trunin tam, kur është dash me kajt, nuk kam kajt, edhe në mbrëmje tash përshfrytëzoj atë periudhë kohore për me kajt. Jo, nuk është traumë. Edhe arsyeja pse nuk është traumë është se për një kohë tepër të shkurtë ti po i kthehesh mas në një formë tjetër të rregullimit të emocioneve. Pra është këtë në rregull që ti mos me çaj tash edhe me përfundu detyrën, rezultatin tënë deri në fund, e mas nej kur përfundon një detyrë të caktuar, ti me i rregullu emocionet. Na i kemi dy forma që ndodh kjo. E para është shtypja e emocioneve, edhe dyta është rivlerësimi i situatës. Shtypja e emocionit mundet me ndodhë në qatë kohë, për shkak se ti duhesh me vepru, duhesh me reagu, e rivlerësimi e emocionit mundet me ndodhë pak ma vonë kur ti rivlerësën edhe njëherë situatën. Por, situata e parë që të ka shti me kajt herën e parë, herën e dytë nuk me pas të njëjtin efektet e. Për shkak se ti ke shku edhe e ke rregullu emocionin. Na nuk e kena problemin të qëta tipa si te. Na e kemë problemin kryesisht me tipa të cilët nuk qajnë tash, po e marrim kushtimisht, as ma vonë, provojnë me harru, nuk dojnë me folë me kërkën tjetër heq, edhe eventualisht një situatë e ngjashme në të ardhmen kam ja rikthy edhe krejt ata që ka ndodhur më herët. Pra, këme për YouTube po themi si dy fesh, Bibiana, edhe për herën e parë, po edhe për herën e dytë se ka ndodhur. 20 fesh për dikë tjetër. Varet sa ku ka kalu që ti e ke shtyp një emocion të caktuar. Për ndryshe për me përkufizu, fjala traum nuk është veç një ngjarje që është të ndodhur dikën. Se na nuk marrin trauma për shkak të luftës që të ndodhur në Ukrainë aktualisht. Por fjala traum nuk kupton një ngjarje që ti e përjetu ti për kesh për një situatë gjatë, për një kohë gjatë. Pra nëse diçka është të ndodhur ti për kesh, ti e përjetu ti për kesh, për një kohë gjatë ti përpiqesh me injoru ata edhe nuk don më marr me të, që ajo quhet realisht traumë prej perspektivës emocionale. Nëse që kjo ndodh, praktikisht ti të shkaktu trauma vetes. Pse? S'ke nevojë me bëj ata. Por është mirë që me shtyp emocionin deri në një pikë të caktuar për me mujt me funksionu. Por në momentin e parë që ti nuk duhesh me funksionu, me i da resurset tua kognitive më marr me gjendjen tënde emocionale.